Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandaline nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur një recetë tradicionale shumë e shijshme. Besoj se e keni kuptuar se për çfarë bëhet fjalë. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në tigan do shtojmë 2-3 lugë vaj ulliri dhe 300 gram mëlçi viçi. Mëlçit do t'i skuqim dhe pasi të jenë gati do t'i largojmë me një anë. Kur i vendosa në tigan kishin 2 ngjyra, por nuk janë të prishura, thjesht i kam ruajtur në ngrirje pasi kur marr mëlçit e kasapi, jo gjithmonë ka në gjendje. Prandaj kur i gjej, i marr, i bëj në copa dhe i ruaj që t'i kem për t'i përgatitur sa herë që më duhen. I skuqim dhe i heqim me një anë. Po aty do shtojmë 2 deri në 3 speca të kuqe dhe jeshile, një qep e grirë në copa të vogla dhe vazhdojmë skuqjen derisa të zbuten plotësisht. Pasi kanë marrë këtë formë, do shtojmë 3 lugë salcë domate, krip, piper të zi, rigon, spec të kuq dhe masën do ta përziejmë shumë mirë. Mos harroni hudhër dhe do shtojmë edhe gjysmë gote ujë dhe do t'i gatuajmë për pak minuta derisa të zbuten perimet. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Pasi masa është gati, do shtojmë 200 gram gjiz dhe mëlçit e skuqura. E përziejmë mirë sa të lidhen përbërësit dhe do ta lëm të ziej për pak derisa të marrë këtë formë salse dhe do ta vendosim në tavën e baltës. Forgesa elbasanase, shijen e vërtet e ka kur pishet në tavën e dheut. Por nëse ju dëshironi që ta përgatisni shpejt, mund ta konsumoni me njëherë siç përgatitet në tigan. Thjesht duhet ta lini akoma më shumë që të ziej. E vendosim në tavë, mos harroni 2 gjethe dafine dhe e pjekim në 220 gradë derisa të jetë gati. Merr këtë ngjyrë dhe zien gjatë gjithë kohës derisa të ftohet. Është vërtet fantastike dhe mjaft e shijshme. Nëse nuk ju ka dalë nga mendja si recetë, ju ftoj ta provoni dhe ta shijoni. Nëse ju pëlqeu kjo video, pres përshtypjen tuaj në koment.